Unë jam Shkëndru Kiqi, jam simullansi kimisë dhe matematikës në Suedi, gjithashtu jam i legjitimum edhe për lëndën e fizikës. Periudët sjell disa eksperimente të thjeshta për nxënësit që mund të konkretizohen edhe që mund të japin rezultate në fakt shumë të mirë. Sot do të paraqes para juve një eksperiment me cilin shumë lehtë mund të sqarohet nxënësve densiteti. Nëse morëm pak aceton, vendosim në një gotë, morën pak styropor, në suedisht i thoj virgulit. Shumë lehtë mund të sheh se çfarë dënësie ka styropori, duke e vendosur ton aceton edhe pa sa shumë styropor mund të rritet në aceton. Ju do ta shihni që e gjithë kjo pjesë mund të futet në këtë gotë kaq të vogël, bile, as që mjafton kjo pjesë. Do të kisha mund me të rritë një pjesë shumë më të madhe se këto, në shumë pak aceton. E gjithë kjo tregon sa i zbrast është vetë styropori apo përmbajtja e styroporit në brendëria e tina. Në shumicën do të thotë që kjo më shumë ka ajër se sa që ka diçka tjetër. Në fjallë tjera, tregohet që ka volum shumë të madh, po ka densitet tepër të vogël. Po ta kisha një gotë pak më të gjatë që ta fut shakej për një herë, ish pasë si e ton kjo pjesë mund të rritet në aceton. Acetoni nuk është edhe aq i koncentruar, për këtë arsye edhe nuk po përdor dorsa. Si që shihni me shumë lehtësi i tretet, problemi më i madh është me fut në gotë. I gjithë të plus ka tepëricë të madhe të acetonit. Domethënë, edhe një pjesë kaq të madhe ku mund të marrë me tret në këtë pjesë të acetonit. Faleminderit.